Dhe në këto momente kur kjo ndodhi, Maqedonasit vlerësuan se erdhi momenti. Maqedonasit donin ta menaxhonin këtë ashtu si donin vetë. Këtë se lejonte vëdësheja. Se lejonte edhe udhëheqësia të hershme e Kosovës. Dhe vetëm dua të përkujtoj se sa herë Zoti Ahmeti ka ikë pe fush betejës duke ngrit flamurin e bardhë. Dhe sa herë Zoti Ahmeti është larguar dhe s'është se kjo s'ka gjatë 2 muaj, ka gjatë me vite. Dhe sa herë Maqedonasit, atëherë me eksponentën e tyre Ljube Boshkovskit, dëshmonin në teren një ngadnim fantastik të tyre në mënyrë ushtarake ndaj shqiptarëve. Kjo nuk ndodhi. Këtë se lejoj PDSH-ja. Jo Zoti Ahmeti dhe ata të cilët si që thash hekdor për aty unë. Unë vazhdoj të dalloj si djelli me hanën me Zotin Ahmeti. Unë kam kërku vota. Ai do të jep përgjegjësi për atë se ka ardhur me gjak dhe ka ofruar një zgjidhje përfundimtare të çështës shqiptarëve në Maqedoni. Ne jemi bashkangjitë asaj kryengritje të vitit 2001 PDSH-ja.